Gjatë ditës së sotme është reaktivizuar vatra e zjarrit në Dreni në pjesën veriore të zonës në drejtim të fshatit Dreni. Në teren janë angazhuar 5 mjete zjarr fikse, 25 efektiv të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, si dhe 15 forca bashkiake të cilat po operojnë nga tereni për normalizimin e situatës. Po ashtu në fikjen e zjarrit janë përfshirë dhe 2 avion. Operacioni i shuarjes po paraqet vështirësi për ekipet ndërhyrëse për shkak të terrenit të thepisur dhe intensitetit të zjarrit. Forcat në terren vjojnë punën për izolimin dhe shuarjen e vatrës, ndërsa situata po monitorohet për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve.